Është hapur sistemi e-taks që mundson plotësimin e deklaratës vjetore të ardhurave personale, të njohur si DIVA, për të gjithë individët që kanë detyrimin për ta plotësuar, por edhe për ata që kërkojnë të përfitojnë kompensimin për arsimin e fëmijëve. Detyrimin për plotësimin e deklaratës vjetore të ardhurave e kanë individët me të ardhura mbi 1.2 milion lek në vit, të dy punësuarit dhe ata që kanë krijuar të ardhura të pa deklaruara mbi 50.000 lek në vit nga qiraja, honorare e të tjera. Risi është plotësimi i DIVA-s nga individët që kërkojnë të përfitojnë kompensimin për fëmijët. Një risi tjetër e këtij viti është që këtë duhet ta plotësojnë, edhe ose janë të interesuar ta plotësojnë dhe të gjithë individët e tjerë që preken nga tatimi mbi të ardhurën. Për arsye se këtë vit bëhet kompensimi, vihet në zbatim në neni 20 dhe 22 i ligjit, që ku vihet në zbatim kompensimi për fëmijët me 48.000 lek, për çdo fëmijë në ngarkim, dhe për arsimimin e fëmijëve në një vlerë fikse 100.000 lek. Pavarësisht se ligji nuk e detyron, domethënë detyrojnë interesat e tij personale, individuale që ta deklarojë këtë për të bërë rikompensimin e tij ose për të bërë rillogaritjen, edhe nëse ai mbi pagesë duhet të marrë kompensimin e tij brenda 3 muaj. Për të gjithë ata individ që e plotësojnë për herë të parë deklaratën vjetore të ardhurave, lehtësisht mund të hyjnë nëpërmjet faqes së tatimeve në linkun e shërbimet e rubrika për individët, duke futur të dhënat nëpërmjet e Albania.